Shërbimet e Komisariatit të Policisë së Shkodrës në vijim të operacionit të koduar koordinata gjatë kontrolleve të territorit bazuar edhe në inteligjencën policore kanë gjetur dhe asgjësuar në territoret e njësive administrative Posrip dhe rrethina 188 bimë narkotike kanabis sativa. Në vijim të veprimeve për këto dy raste nisi procedimi në gjendje të lirë për shpërdorim të detyrës dhe moskallëzim të krimit për kryeplakun e fshatit të Drishtit, shtetasin me inicialet VD, kryeplakun e fshatit Kirë, shtetasin me inicialet SH dhe inspektorin e pyjeve, shtetasin me inicialet AM. Ndërkohë, shërbimet e Komisariatit të Policisë së Malësisë së Madhe gjatë kontrolleve gjetën dhe sekuestruan e më pas asgjësuan në territorin e njësisë administrative të Gruemirës dhe asaj të Kastratit 142 bimë kanabis. Edhe në Vaun e Dejës, shërbimet policore gjetën në njësinë administrative të Shllakut, ku kryen më pas asgjësimin e 295 bimëve kanabis. Për këto raste po vjen puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen para përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të këtyre bimëve narkotike. Në total, si rezultati i këtij operacioni në të gjithë qarkun e Shkodrës janë asgjësuar 625 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Policia e Shkodrës bën me dije se operacioni antikanabis i koduar koordinata vijon, ku kontrollet policore si nga ajri dhe toka do shtrihen në gjithë territorin e qarkut.